Assalamu alaikum. A është e lejuar mi shpërla parët e tjetër kujt? Besoj që e kupton pyetjen. Aleikum salam rahmatullah. Po e kuptoj edhe shumë mirë. Ata që se kuptojnë nuk është për qëllim mi shpërla parët me marrë dhe me la parën me shtin ujë, edhe me la dhe me qitë në tel moterë. Pra mi shpërla parët në biznes quhet që kemi dy forma që i bëjnë njerëzit, domethënë këto e para, kur punon dikush me punë pista, punë haram, edhe dënë që të pare pastaj me arsyetu para shtetit. Merret me drogë, me amoralitet, me gjanat ndryshme tamam të flleshta 100%. Edhe dënë me shtinë për biznese me arsyetu. Kjo është e para. Shpërlarja. Edhe e dyta, normal mbas asaj që po më kujtohet se biznesmenët edhe ekonomistët edhe kontabilistët na flasin më mirë se sa unë për këtë çështje. E dyta, kur një punë, domethënë, është parimisht halal, por ai don me ik tatimeve të shtetit. Zakonisht këtë stil e përdorin më shumë nëpër Evropë, ku tatimet janë të larta, sepse në Kosovë kemi TVSH-n për momentin 18%, kurse tatim fitimin e kemi 10%, që jepet duhet mund nxjerrni janë vet. Këtu më pak e bëjnë këtë lojë, kurse në Evropë bëjnë shumë, ku aty janë tatimet për shembull 50%. Domthonë, i fiton 100.000 euro, 50.000 euro duhet më ia dhon shtetit. Çka bëjnë njerëzit, shqiptarane në veçanti, punën zezën. Edhe kretë ato pare i mush, gjepat i mush shfast, edhe vjen në Kosovë investon. Tash po pyet, a bën me shpërla çto para jo? Edhe në rastin e parë, në rastin e dytë, po flasim fetarisht. Nëse ka vendosur një shtet, një ligj, i cili ligji nuk është në kundërshtim me direkt me dispozitat fetare, po ashtu, është vendosur ai ligji për dobinë e përgjithshme. Na themi, edhe ky rast i dytë, shpëlamjes ose ikjes tatimeve, nuk bën. Për të parë nuk po flasim droga, alkoolnat edhe ato harame tjera. Ajo nëse kjo 100% haram, ajo 200%. Prandaj themi, në këtë rast duhet të pas kujdes, sepse në bazë të mëkatit ai që ka bën, dallavere ai që ka bën, nëse ti ja shpëlon parat, edhe ti ki mëkat, çu shkoj sepse ti po bësh bashkëpunëtor në haram. Bashkëpunëtor në haram. Po normal, kjo e dyta te droga, alkooli, amoraliteti, kjo Allah i na ruaj, kjo është shumë prej mëkateve të mëdha, keni kujdes.